Po shiko, Sadushi shkretar gjykate, do të kuptojmë, zoti Sadushi është shkretar gjykate dhe zoti Sadushi është një ndër 16 apo 19 gjyqtarë të gjykatës së lartë. Dhe nëse kolegjet e bashkuara kanë dalë në unanim për këtë, atëherë çfarë problemi ka këtu zoti Sadushi? Zoti Sadushi nuk është kjo, është nisë me zoti Sadushi. Kjo ishte një nisë e 2 gjyqtarëve të kësaj gjykate, të cilët ju drejtuan kryetarit të gjykatës në cilësinë e kryetarit të gjykatës së lartë, që ka në rolin e funksionit të tij, që ai mund të mbledhë kolegjet e bashkuara për të diskutuar një çështje të caktuar. Dhe zoti Sadushi këtu nuk është se ka ndonjë rol të veçantë, ndryshe nga ata të tjerët atje. Zoti Sadushi është një ndërmjet tyre, pra i barabartë dhe mjet barabartëve, kështu që nuk besoj se ka cilësi të veçantë zoti Sadushi, pra ka marrë vendimi zoti Sadushi dhe të tjerët do në kundër. Jo, kjo është një vendimarrje e kolegjeve të bashkuara, të cilët u mbledhën për të ndryshuar praktikën gjyqësore, kaq.